Tani, shikoni këtë video deri në fund edhe pastaj ta debatojmë. Për sa i përket pikturën, një ditë emri Arion Luka mund bëhet shumë i famshëm, kështu që investoni, tregoni të zgjuar. Bravo. Punoj security. Mos ja fut kot. Pse? Çka ka? Jo shumë mirë, po security çdo më thon, security. Roje. Tashi, kjo video është dhe për qesh, por edhe për qajt. Për qesh është po t'ishin në Gjermani, Francë, a kupto, do qeshë me ty se e nisë si artist, dole komplet pëdall. Por në Shqipni është për qajt e vlaj, se në Shqipni këto janë gjona që pëndodhin për ditë. Gjithë artistët në Shqipni nuk i hapen dyret. Shkojnë grop, nga artist, piktor, bot edhe poezi ky tipi, e po më vjen shumë keq, a kupto, është boroj nate. A kupto qa shanse shketi në Shqipni, zero, më u bo artist, sa do talent kesh. Edhe talentet të mëdhoja që kemi ne, talente, super talente, kam përfundu gjithë në Big Brother, në Big Kurvliku, edhe ke ferma derrave. Kjo është vetëm e ardhme që kanë artistët shqiptare, shqyqy që vje Big Kurva edhe ferma derrave, a kupto? A ne bëjmë pare të shkretet. Për naj, ka janë gjunofre, gjunof ke zoti janë, për zot në modë janë gjunof, se s'kanë të ardhura, qa vipa që në tonë, se kuptoj qa vipa që në tonë. Vip. E qynë vetën vip, pa brek në bëth, a kupta? Me lek bosh, të uvesh bukur të dalë rrugve. Iknja quna, iknja mënë, se është për t'hik notën.